ndodhi sot, më 20 Ramazan. Shkoni, ndodhi lufta e Bedrit, ka ndodhur. Me 20 Ramazan, me 17 ka ndodhur lufta e Bedrit. Me 20 ka ndodhur çlirimi i Mekës. Pastaj ka ndodhur ekspedita e Tebukut. Pastaj ekspedita tjera. No, krejt jeta e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe jeta e sahabeve në Ramazan ka qenë aktivitet. Nuk ka qenë gjumë. Aktivitet ka qenë, dashullah. Ti rrit deri në Sifir, pastaj të ikën sabaj, pastaj nesër katastrofë, në gjumë, dhe shkojnë, me zi si qelën sanjë, dhe shkojnë dhe fanish drekën, i nervozohëm, se normal njeri për i gjumi është problem. Shumica, Pse? Se bioritmin e ke prish, bioritmi, biologjik i trupit është interesant, ndikon sistemi nervor, jashtëzakonisht. Gjumi i keq, gjumi i trazuar, ushqimi as kërkundi, as andej, as këndej, edhe ti ma nuk jenë gjendje nesër të bësh as ibadet as punë të mira. Nervoz, edhe vetëm sahatin dorë e pret iftarin e pret. Kjo nuk është Ramazan. Kjo është thjesht një agjerimi thjesht. Ramazani është komplet ndryshe. Njeriu ka çliru Mekën Ramazan. Qytet ka çliru. Allahu i përmend në Kur'an disa ajete. Edhe është e surja Feth, inna fetahna aleke fethan mubina, ne të kemi adhuruar, do të dhurojmë një çlirim të qartë pejgamberit Islam. Walaqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya. Allahu ja realizoi ëndrrën pejgamberit alayhis salatu wassalam, që do ta çlirojë Mekën. Pastaj jetë tjetër kemi në kapitullin Qasas. Innal ladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ai që ta bëri obligim ty Kur'anin, shkoni obligim është bëu Kur'ani. Innal ladhi farada alayka al-Qur'ana. Më thon, ky Kur'an që ke në dorë, që të është bërë obligim ti të merresh me këtë Kur'an dhe të jetosh sipas këtij Kur'ani, Allahu Xhelal në emër të këtij Kur'anit betohet edhe në këtë Kur'an që ti të është bërë obligim, lerad duke ilana, do të ktheje në vendin e premtuar. Kush ishte vendi i premtuar për Muhamedit alayhis salam? Mekkeja ishte. Më thonë, u çlirua vendi dhe qyteti i parë i shenjtë në historinë e Islamit në Ramazan është çliruar. Njerëzit kanë çliruar qytetin Ramazan. Luftra kanë bërë Ramazan. Ne su bëjmë luftë me veten. Imagjinoni sa jemi dobësuar dashur vëllezër. Luftë ka bërë, ka çliruar me 10.000 sahabe ka shku edhe ka çliruar Mekën pejgamberi alayhis salatu wassalam. Në Ramazan, me 20 Ramazan. Shifni, çfarë bën Ramazani? Dhe Ramazani është një motor, shtytës, një generator që prodhon energji fuqie ke besimtari. Nëse nuk prodhon energjisë, ai Ramazan se bën efektin ke besimtari. Shifni, njeriu ka çliru, ai ta themi ka qenë pejgamber, Muhamedi alayhis salam. Po të tjerës kanë qenë pejgamber. 10.000 sahabe kanë qenë një 28 herë më dobët se ne. Këne secili i tretë është në fitnes shkon. Po në mendoni, edhe të fort, edhe të ushqirë jemi mirë, edhe ma shumë dim, ma shumë ku e di unë jemi të informuar me botën kështu më radhë. Su në çlirojmë veten. E çlirimi i Mekës kjo është ma. Çlirimi i Mekës simbolin çfarë ka? Simbolike e çlirimit të Mekës Ramazan është besimtari të çlirojë më veten nga prangat e shejtanit dhe të epshit të tij. Ta çliroj ti këto se vetes, boll ti më kontrollove, unë prej sot të tutje, unë do të kontrolloj ti. Pse? Se unë agjenoj, agjerimi jem ka bot fort mu. Edhe kur dhe çlirojsh veten, mund ta çlirojsh familjen tënde. Si ta çlirojsh? Dhe bindisht falin namaz, bën më të mirë, bën ndryshe. Kjo është çlirimi i Mekës. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam, imagjinoni, për 8 vjet përgatitje, për 8 vjet e çliroi Mekën. Edhe krejt e mbajti sekret shkuarje në Mekë. Krejt sekret e mbajti pejgamberi islam. Askush nuk e dinte se të shkuej për të çliruar Mekë. Shkaku kryesor ishte prishje marrëveshjes së Hudejbijes, që e prishën mushrikët, që kishin bërë një marrëveshje 10 vjeçare, ato e prishën biljet para. E prishën edhe pejgamberi islam erdhi mirë kjo që e prishën. Pse e prishën mushrikët? Shkoni, për herë mushrikët, mbani mend. Për herë mushrikët i kanë prish marrëveshjet. Sot ishin bisedimet mes Amerikës dhe Iranit, dy palë bisedime u bën. Në të dy palët bisedime, duke biseduar grupet negociuese, këto shkojnë e sulmojnë Iranin. Gjatë bisedimeve, në Gaza, kur ishte çështja në Gaza, grupi Hamasit bisedonte me jehudit në Katar, ato shkuan e sulmojnë grupi negociues. Shkoni, që me thonë, historia gjithmonë përsëritet. Edhe këto kanë qenë marrëveshje paqe pejgamberi sa me mushrikët e Mekës. Kush ka prish marrëveshjen? Këto e prishën.
Ishin një di fise, fisi Bekër dhe Huza, fisi Bekër ishte aleat i Kurejshve, mushrikve, fisi Huza ishte aleat me pejgamberin alayhis salam. Shkon fisi Bekër e sulmon fisin Huza duke fal namaz, u apren kokat krejtve duke fal, duke qenë sejdë. Edhe ati u bon sebeb, u prish marrëveshja, pejgamberi alayhis salam u organizua edhe erdh me 10.000 ushtar e çliroi Mekën, hini në Mekë, hini si triumfues. E dini që du marrë një 3 minuta. Mekëja është qyteti vetëm në historinë e njerëzimit që është çliruar pa pik gjaku, pa vra asnjë njeri. Askush nuk ka vra, e dini? Kur hin pejgamberi alayhis salam në Mekë. Edhe kur ato krejt hikën se e dishin çfarë kishin bën kundër pejgamberit alayhis salam, çfarë s'kishin bën kundër sahabe. Muhamedi alayhis salam i thiri, hajdeni këtu, krejt të bëni këtu. Edhe çfarë ju tha? Çfarë mendoni se unë do bëj sot me ju? Me ato mushrikët, me kasin. Ato thanë ti e gjali mirë, ti e gjali të mirë, ti e fisnik, ti e gjali fisniku të kështu me radhë. Muhamedi alayhis salam thash kështu. Njëri që hidhrimin e shëndron të gjithmonë në mëshirë dhe në rahmet. Tha, o banorët e Mekës, unë sot me ju do veproj si veproj Jusufi me vëllezërit e tij. Jusufi si veproj, e dini ju si veproj. Çfarë u tha vëllezërve? Nuk ka sot qortim për ju. Shifni. Kur të pajtojsh me ndonjë njeri, kjo është mësim për ne. Kur të pajtojsh me ndonjë njeri, mos fillo t'ja numrojsh ato të zeza që ti ka bë. Nëse ti fillon ja numron, ai pajtim nuk ka lezet, nuk është interesant. Por çfarë i thosh? Fale ke, fillojmë një kapitull të ri. Kjo është pajtim. Edhe kështu Muhamedi alayhis salam pajtoi me Mekasin, u afali krejtve. Edhe Mekasit Muhamedi alayhis salam mendoi se të shkojnë nëpër shtëpia, mbasi u afali. Askush nuk shkoi në shtëpi. Krejt u renditën një për një edhe erdhën e shprehën shahadetit para Muhamedit alayhis salam. Komplet Mekkeja u bë muslimanë, dashur vëllezër. Kështu thonte Ebu Sufjani, kështu tha. I tha Hindit, Muhamedi nuk pushtoi portat e Mekës dhe shtëpitë e Mekës, por Muhamedi pushtoi zemrat e banorëve të Mekës. A për pushtu zemrën dikuj është rënë sot, problem, du t'je shumë i mirë, shumë. Ndiqe këtë shembull, edhe ti mund pushtosh zemrën e ndonjërit. Muhamedi pushtoi zemrat me butësi. Asnjërit nuk i mori apo nuk u hakmor ndaj asnjërit. Ja kishin vrarë Hamzën, ja kishin vrarë shokët, ja kishin vrarë Zejneben, bijën e pejgamberit alayhis salam, krejtve u afali. Qoftë inshallah kjo dritë edhe nur për karakterin ton, për personalitetin ton, të kujtojmë çlirimin e Mekës si një çlirim nga egoja jon, nga ai inati personali joni që mund ta kemi me dikë, në mënyrë që të ndriçojmë veten tonë, rrugën tonë, familjen tonë, Allahut na fal dhe të jetë razime ne për çdo vepër dhe për çdo ibadet